Tuneli Llogoras do të jetë me pagesë. Çdo gjë është gati për të filluar pagesa, ndërsa është vendosur edhe trau në hyrje të veprës. Televizioni 6+1 Vlora realizoi mbrëmjen e së dielës një vëzhgim, ndërsa janë duke u bërë testimet e pajisjeve të pagesës. Mendohet që pagesa do të fillojë nga muaji nëntor. Sipas udhëzimit të publikuar në fletoren zyrtare, pagesa do të nisë nga 100 lek për motocikletat dhe maksimumi do të jetë 500 lek për mjetet e tonazhit të rënd. Për autovetura, tarifa e kalimit do të jetë 250 lek ose 500 lek vajtjeardhje. Pa ashtu në udhëzim është përcaktuar se kalimi për mjetet e policisë, zjarfikses, ushtrisë, autoambulancave e për invalidët do të jetë falas. Në këtë tunel nuk do të lejohen mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme. Tuneli Llogoras u hap për sezonin veror 2024, duke vijuar edhe gjatë këtij sezoni që sapo mbyll. Në total, ky projekt kushton 20.4 miliard lek, ndërsa është një investim infrastrukturor që konsiderohet si ndër më të rëndësishmit për jugun e vendit. Tuneli Llogoras lidh segmentin Dukat-Palas dhe shkurton ndjeshëm kohën e lëvizjes drejt Bregdetit. Ky investim është 5.9 kilometra i gjatë dhe përshkohet për vetëm 7 minuta, ndërsa më parë nga rruga e vjetër udhëtimi zgjaste 30 minuta.